Pas aludimeve dhe thashethemeve të shumta që kanë qarkulluar së fundmi në rrjetet sociale, lidhur me përfundimin e marrëdhënies të Mateos me Brikenën, ka ndodhur dhe reagimi shumë pritur. Përveç dy mesazheve të shpërndara për ndjekësit në kanalin e saj të komunitetit në Instagram, Brikena Selmani ka konfirmuar ndarjen, duke hedhur poshtë zërat për tradhti apo konflikte mes tyre. Ajo sqaroi se vendimi për të folur erdhi pas interesit të madh të publikut, ndërsa theksoi se me saj dhe Mateos nuk ka pasur si mungesë respekti, duke i dhënë fund çdo dyshimi për tradhti. Përshëndetje të gjithëve, nuk e kam pasur të lehtë të shkruaj këtë mesazh deri më sot sepse gjithmonë kam preferuar që gjërat personale t'i mbaj private. Megjithatë, duke parë interesin dhe pyetje të shumta, mendoj se tani më shumë se kur ju detyrohem një sqarim. Po, unë dhe Mateo nuk jemi më bashkë. Dua të theksoj se nuk ka pasur asnjë mungesë respekti nga asnjëri prej nesh. Kjo është një gjë që dua ta them qartë, sepse nuk dua që të krijohesh një histori apo aludime që nuk janë të vërteta. Kam ende respekt për të dhe për gjithçka kemi kaluar bashkë. Ka qenë një pjesë e rëndësishme e jetës time dhe për këtë do jetë gjithmonë mirënjohëse. Ndonjëherë në jetë rrugën ndahen, por kjo nuk do të thotë se duhet të ketë urrëtie apo fajësime. Në mesazhin e dytë ajo zbuloi gjithashtu se ka zgjedhur të shkëputet përkohësisht nga disa grupe virtuale për të ruajtur qetësinë e saj emocionale gjatë kësaj periudhe tranzicioni. Për momentin kam vendosur të largohem nga disa grupe, jo sepse nuk ju vlerësoj apo nuk ju dua, por sepse më bën keq të shoh postime, komente apo diskutime rreth kësaj situate. Kam nevojë për pak qetësi dhe kohë për veten time. Ju falenderoj nga zemra për gjithë dashurinë, mbështetjen dhe respektin që më keni dhënë gjithmonë. Do t'ju jem mirënjohëse pafund për çdo fjalë të mirë dhe për çdo moment që më keni qëndruar pranë meje. Me dashuri, Briki. Me këtë deklarat, Brikena ka sqaruar se ndarja ka ndodhur si pasojë e rrugëve që ndahen natyrshëm në jetë dhe jo nga arsyet e përfolura në rrjet, duke kërkuar njëkohësisht mirëkuptimin e fansave për të kaluar këtë moment larg diskutimeve publike. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.